ju jeni qasur dhe krizës identitare në çështjen e letërsisë shqipe, edhe vërtet kjo është një gjë gati shumë e dukshme dhe gati shumë brengosëse, edhe jo, desha thjesht ta evidentoj në këtë rast letërsia shqipe në Kosovë si ndodhi që çlirimi i soldis vetënimin, pastaj kemi edhe një kapitull tjetër pikërisht që kriza identitare shprehet në një farë mënyrë edhe krizën edhe në krizën e letërsisë, ku ju jeni po ashtu pjesë e saj me shumë vepra. Se kam amnestuar vetën ç'është e vërteta. Fatkeqësi e madhe që letërsia shqipe në Kosovë në këto vitet e lirisë edhe të pavarësisë po përjeton një krizë vërtet të madhe të identitetit saj, po përjeton një degradim të saj, edhe kjo ndodh edhe për fajin e vetë shkrimtarëve, mënyrën se si ata nuk kanë arrit të riorientohen në realitetet e reja historike dhe shoqërore, kulturore që u krijohen në vendin tonë, por edhe të shtetit i cili ka pas prioritetet të tjera në këtë periudhë të rehabilitimit jetës sociale, ekonomike, kështu me radhë, ashtu që letërsia është lënë komplet jashtë. Është në nivel të paradoksit kjo punë, sepse në fundin e viteve 80, kur pati një krizë identiteti Kosova, kanë qenë shkrimtarët e këtij vendi, në krye me Ibrahim Rrugovën, që ndërtuan një projekt të tërë politik për ridefinimin e statusit Kosovës dhe ridefinimin realisht edhe të kombit shqiptar. Sepse ka pasur letërsi të mira edhe në kohë krizash, edhe në kohë krizash. Ajo ka qenë paralel. Pastaj kjo konsumu dhe mas marimit të luftës, në Kosovë imponu një mënyrë tjetër e pushtetit, e cila ishte në të vërtet antikulturore, sepse erdhi edhe prej një bote militare, prej një procesit të vështirë të shtetëndërtimit, ashtu që letërsia sot në Kosovë realisht ka një krizë, nuk ka gjenerata të reja të cilat do të shprehnin këtë realitetin e ri të shoqërisë Kosovës, idealet e saj, krizën e saj, problemet e saj, ashtu që mbetet për të shpresuar që ndoshta në vitet që vijnë do të ketë një regenerim të saj, një rivitalizim të saj, sepse kjo letërsi ka qenë vërtet në periudha të ndryshme domethënëse për identitetin tonë shqiptar. Fatmirësisht në Shqipëri nuk ka ndodhur kështu. Në Shqipëri pas ramës realizmit socialist, vitet 90, filloi dhe u ndërtu një gjenerat e re e shkrimtarëve që quhej bile një farë lloj avangarde, me shkrimtarë si Ervin Hatibi, Agron Tufa, Gentian Çoçoli, Lindi Tarapi e shumë tjerë, dhe realisht ky brez në Shqipëri është bën sot bartës i krejt procesit kryesor të letërsisë. Tek ne kjo nuk ka ndodhur, por po shpresojmë që do të ndodhë në të ardhmen. E kujt është kjo kulturë? Ja vlen të lexohet, sidomos nga ata që nuk e duan profesor Milazim Kraqniqi, që shpejtësohen të bëhen të pakët ditë pas dite, kohë pas kohe. Ju faleminderit, i nderuar. Mirë, ishte kënaqësi, faleminderit. Që në një farë mënyrë e tekaluat me mesazhet tua dhe thjesht përmbajtjen e librit dhe na dha diçka shumë më tepër se sa një libër, që siç e theksova, ia vlen të lexohet në çdo kohë. Ju faleminderit dhe ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit.